Volejbolli shqiptar dhe veçanërisht Shkëndija Tetovës i dhanë lam të mirën një prej figurave më të shquara të këtij sporti, Habil Ajetit, i cili pas 28 vitesh karrierë vendosi të tërhiqet nga fusha duke lënë pas një trashëgimi të pasur dhe një kontribut të pashlyeshëm. Mbrëmja e tij e fundit si lojtar aktiv u shënua me një ceremoni të veçantë në Tetovë, në ndeshjen ndërmjet Shkëndijës dhe Strumicës, ku nuk munguan respekti dhe mirënjohja për një kapiten që ka lënë gjurmë në volejbollin shqiptar. Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami e personalitete të rëndësishme të sportit si presidenti i Federatës së Volejbollit të Kosovës Bahri Gjinovci, sekretari i përgjithshëm Valon Nikçi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha. Habil Ajeti ka qenë një nga lojtarët më të spikatur në rolin e korrektorit duke përfaqësuar ekipe të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, Kosovë, Shqipëri dhe Zvicër. Ai ka kontribuar në shumë tituj dhe trofej duke qenë pjesë e ekipeve elitare si Shkëndija, Keku, Mabeteksi, Drenica, Rabotnički, Studenti Tiranë, Pallavolo, Lugano, Shutova, Luboteni dhe Skënderbeu.